Sot kemi hol për shtëpi. Doshta m'ju tregu disa blerje që i kum bo për shtëpi. I kum gjetë disa sende shumë bukra edhe thash pse jo ta ndoj edhe me juve. Fillojmë me porën nga Aksioni. Te Aksioni i kum gjetë disa sende shumë bukra. I kum marrë këto dy pjata, më mi thonë, për servim. Janë shumë bukra, janë dru, e kanë këtë modelin shumë bukur. Këto i kum marrë për festat e fundvitit, për mi servu ushqimet edhe mi bo bukur tavole. Edhe këto janë si pjata për servim, janë shumë bukra. Këto janë pakës të filla edhe mund është shumë bukur mi servu shumë ushqime. Për festat e fundvitit më ndaj që janë shumë bukra. Ku marrë këtë fjongin e kuq për mi vanu te pema e vitit të ri. Më ka pëlqy shumë edhe pse jo mi dekoru pemen e vitit të ri. Blerja tjetër te Aksioni është kjo mbulesa për krevat. Njona on ish kështu me vija, po pak ma e plot. E ona tjetër është kështu pa vija, edhe kjo ish shumë e bukur. Kjo kushtoj 20 euro. Edhe është shumë e bukur. Mosat i ka të mdoja. Mas në te Aldi, i kum ble këtu qafat. Ishin shumë të mirë. Ngjyrën e ka shumë të bukur. Ta qelim një edhe të tregoj se qysh doket. Është shumë i plot, shumë i mirë. Kjo ona është ngjyrë krem, kjo ona tjetër është bardhë me këto vizat ngjyrë krem. Gjithashtu ish shumë i plot. Edhe për dimër pse jo shumë cute. Atëhere te Aldi gjithashtu i kum marrë këto çarshafat për krevatin e pjetjes. Janë këto, i kum marrë 2 të bardha edhe 2 ngjyrë krem. I kum marrë këto 2 pishkirat për dur, për banjo. Këto i kum ble te Jus, kam pëlqej modeli, ngjyra edhe shumë bukur. I kum marrë vetëm 2. Kështu që këto kanë krejt blerjet e mia, shpresoj që kanë pëlqy. Zakonisht blerjet që i bëj i tregoj gjithmonë në YouTube, në kanalin tam me blerinën. Mos harroni me hi edhe atë me këqyrë se ka shumë sende të bukura që mundi me pa. Edhe për diçmërinë time, kështu që bëni follow faqes teme edhe na shihemi herën tjetër. Bye!